Zbulohet misteri, ja kush është mashkulli që mendohet se është i dashur i Eglit jashtë, ndërkohë përgjigjet Egli nga Instagrami i saj, por edhe konati i saj sqarojnë gjithçka. Ditët e fundit është përfolur kudo në rrjet një bisedë midis Gert Ferrës në një intervistë që ka dhënë një bombë të madhe. Ai ka thënë ndër të tjera se Egli ka luajtur me Gjestin pasi ajo është në një marrëdhënie jashtë dhe të gjithë e dinë. Sipas tij, madje ai hodhi lajmin ku tha edhe emrin e të dashurit të supozuar të Eglit që quhet Mario dhe është instruktor palestre. E madje shtoi disa fakte ku tha se është pikërisht ai që e ka shoqëruar edhe në ditën e parë, ku duket edhe në kamera. E duket sipas gjithë kësaj, fansat e kanë gjetur se për kë bëhet fjalë. Është zbuluar se në rrjetet sociale djali në fjalë është instruktor palestrës së Eglit dhe quhet Mario Oldashi. Madje Egli ka publikuar her pas here edhe foto me të, teksa një ndër fotot është përndarë në rrjet. Si të shihet në foto, dyshja janë tepër të afër, megjithatë familja e Eglit që i menaxhon Instagramin e saj ka sqaruar duke hedhur poshtë këtë lajm teksa shkruan: po si dreqin jeni kaq të pangopur, kaq të pacipe të këqij, sa ndaluar qenga të kesh shok, sa ndaluar qenga të kesh në rrethën shoqëror një shok të ngushtë. Në atë video mund të ishte konati im, mund të ishte shoku im i ngushtë që nga 9 vjeçarja, mund të ishte djali i tezës im apo çdo mashkull tjetër që më do qifi ta mbaj në rrethin tim shoqëror dhe të ndihem mirë që i kam pranë. Që ku i keni fakte që vendosni tituj kaq të ulët, sepse nuk e keni bërë vetëm me mua, por edhe me figurat e tjera, apo mjafton mbushen faqet me lajme, po se çfarë shkruani ku janë faktet, se kush i mban ofendimet, për këtë si ju intereson. Uroj që çdo mashkull që keni në jetë, që te babai juaj t'ju a bëjnë për burr, që të kuptoni sa rëndon. Na jeni të lirë, të kemi shoqëri, o Shqipëri e qelbër dhe e prapambetur. Është shkruar nga Instagrami i Eglit, teksa edhe konati i Eglit Giuliano Todhe, i ftuar në një intervistë për të folur për këtë çështje, ka hedhur poshtë e ka ironizuar Gert Ferrën për thashethemet e tij duke thënë: Eglin e kam shoqëruar vetëm unë në Top Channel, unë dhe motra e jemi familjarët e saj. Mua në Top Channel më njohin të gjithë, i mohoj të gjithë lajmet. Marion e kam shok, edhe shokun ta bën dashnor. U shpreh me ironi për Gertin.